90 minuta. Po, e dëgjuat mirë, kjo maskë duhet mbajtur në pozë 90 minuta. Kjo ka qenë maska më virale e këtij viti. E pash në dyqan edhe thash pse jo ta marr dhe ta provoj. Para se ta vendos më duhet të laj dhe të pastroj fytyrën shumë mirë. Gjatë procesit më shoqëronte edhe melodia që ishte shumë kurioze të shikonte se çfarë po bëja. Maska ishte ndryshe nga maskat e tjera. Mund të them që pak a shumë ishte një maskë gelatinoze dhe jo si maskat e tjera. Mundohem që ta vendos sa më mirë, sepse siç e kuptuat, unë këtë maskë më duhet ta mbaj për 1 orë e gjysmë, deri kur maska të bëhet transparente. Gjatë kësaj kohe unë bëj darkën, i lexoj melodisë një porrallë dhe vendos për të fletur gjumë. Bëj gati një sallatë cezare, ulem që të haj, edhe normalisht shikoj edhe një film sepse dua të kaloj kohën. Unë zakonisht maskat i kam bezdit, i mbaj edhe 15 minuta, jo më 1 orë e gjysmë, por më duhet ta mbaj nga halli, sepse doja të shikoja çfarë ndryshimi ka nga maskat e tjera. E shikoni se sa transparente u bë maska këtu, edhe ndërkohë kisha të vështirë të lëvizja fytyrën. Më në fund erdhi momenti për ta hequr maskën, edhe ndërkohë maska ishte bërë si një qese plastike. Nuk më duk të shikoj ndonjë ndryshim të madh nga maskat e tjera. Okej, ma la fytyrën me shkëlqim edhe të butë, por jo aq të butë sa zakonisht ma lejnë maskat e tjera, edhe që kushtojnë edhe më pak se kjo. Por një herë mendoj që ja vlen ta provosh.